Situata hidrologjike në territorin e Bashkisë Shkodër paraqitet të qëndrueshme dhe në monitorim të vazhdueshëm me nivele ujë në kodet kritike dhe pa banesa me prezencë ujë në brendësitë e tyre. Sipërfaqja totale e tokës bujqësore me prani ujë vlerësohet rreth 525 hektar, në njësinë Dajq rreth 110 hektar janë në ujë, në njësinë Velipoj rreth 225 hektar dhe në njësinë Anamalit rreth 150 hektar. Prania e ujit është e kufizuar në sipërfaqe të hapura bujqësore, në obot uji është prezent vetëm në afërsitë të oborreve pa depërtim në banesa. Qarkullimi është i garantuar dhe realizohet me mjetet e ushtrisë, situata lumen me mjetet e kontrolluar. Niveli i bunës në Dajq është 6.50 metër, në urën e vjetët e bunës niveli i ujit është 8.50 metër, rreth 1 metër nën kotën kritike. Në urën e Baçallekut lumi drim paraqitet në kotën 8.20 metër, rreth 1.80 metër nën kotën kritike. Hidrovolt po punojnë me kapacitet të plotë dhe pa ndërprerje, duke mbajtur nivelet e ujit në kotet e sigurta. Furnizimi me energji elektrike është normal. Argjinaturat, kanalet kulluese dhe shkarkuesit të digës së rezervuarit të Shkodrës nuk paraqisin problematika apo rrezik për përmbytje. Monitorimi në terren vijon pa ndërprerje nga strukturat përgjegjëse, bëhet me dije njoftim.